Nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Gjergj Bojaxhi ka bërë së fundi një studim që është pak të thuash i jashtëzakonshëm. Çfarë ka nxjerr me këtë studim? Një studim shkencor. Është ajo që quhet vazhdimësia, ne jemi popullsi, si vazhdimësi e ilirëve. Dhe për gjithë ata që nuk e dinë, të paktën ilirët është një popullsi që ka ardhur në Ballkan, në trojet ku jemi ne sot, nga 16 deri në 10 shekuj më parë. Pra, ka një shprehje që e thon arkeologët, historianët, shkencëtarët. Kur serbët erdhën në Ballkan në shekullin e 6 dhe 7, ilirët e kishin bërë një cikël të plot të qytetërimit të tyre. Pse e thash këtë? Sepse përveç tezave që ne jemi pasardhës të ilirëve, kundërshtarë dhe armiqt tanë, po themi tradicional që dihet se kush janë, kanë teza të tjera që e hedhin poshtë këtë teori. Fati i një madh është që partizani ose themeluesit e kësaj teorie nuk kanë qenë shqiptar, kanë qenë kryesisht popujt albanolog gjerman, austriak, por erdhi dita që edhe shqiptarët vetë të bëjnë studime shkencore të thelluara, e theksoj këtë, të thelluara, dhe ta konfirmojnë këtë tezë. Gjergj Bojaxhiu është një prej atyre. Unë kam kënaqësinë që ta kem sot Gjergj Bojaxhiun jo si drejtori i Keshit, jo si kryetari i partie, jo si alpinist i shqiptar i vetëm që ka arritur të shkojë në Himalaj, por si një studius shkencor që ne duhet ta falenderojmë të gjithë. Gjergj Bojaxhi, të falenderoj shumë. Mirëdita Roland dhe faleminderit për ftesën. Si është japësh kështu intervistë jo si drejtor Keshi, jo si kryetar partie, jo si alpinist, po si një studius që duhet themi vetëm faleminderit. Po, është shumë mirë. Në fakt, të gjitha rolet shumë të mira kanë qenë. Kur diçka bën me pasion dhe me dedikim, nuk ka rëndësi cili është emri ose titulli i rolit, njeriu e shijon dhe e bën mirë, mendoj unë. Gjergj, unë dua të shpreh mirënjohjen tënde, nuk e kam bërë këtë. Ti rrezik e ka harruar fare, po më shfrytëzoj rastin sot, kur ke qenë drejtor Keshi, ti ke bërë një akt ndaj meje që unë jo e çmoj, po e vlerësoj shumë. Dhe mirënjohja nuk është një gjë që flaket hidhet dhe unë dhe i bie sot i mbir është 18 vjeç, ai ishte në barkun e bashkëshortes time. Ty uroj me jetë gjatë. Të falenderoj, po jo do ta them këtë. Ti ishe drejtor Keshi dhe ç'o ndodhi? Tirana në 24 orë mund të kishe drita, po themi 10 orë. Nga ora 4 deri në orën 8, mas dite nuk ishim drita. Dhe nuk punonte ashensorja. Unë kam shtëpinë 14. Bashkëshortja ime ishte shtatzan. Dhe unë, si gazetar, shfrytëzova, erdhi nga puna dhe do ngjiste 10 shkallë, do të thënë 10 katë. Alo, Roland, çka ke më the? Me njëherë telefonin. Ky është, do të thënë, njëri i administratës. I thash, unë të kërkoj shumë dies, kam një problem që nëse bashkëshortja ime tani, do të thënë, nuk do hipin në ashensor, ne duhet të rrim, se ishte jo thjesht do rrim jashtë, dhe në lokal. Po ajo sa kishte mbaruar punën, e lodhur, shtatzan, ishte mos gaboj, ishte do të thënë buën e 6 diçka e tillë. Po the, rrita ashensori, tha se unë tani do ta ngrej automatin. Ti ngrita automatin, erdhën dritat, kam shtypur butonin, jemi futur në ashensor, shkuante 10-a, u futëm në shtëpi, mbarova, tha se ti ke ulur, do të thënë, Gjergj Bojaxhi, të falenderoj shumë. Do të thënë, kanë kaluar 18 vjet, po ta them sot këtë. E mban mend? Unë nuk e mbaj mend. Se mban mend fare? Jo, nuk kërkoj ndjes, nuk e mbaj mend. Unë bëhet shefi që pas kam ndihmuar, më vjen keq që mbase nuk kam arritur të ndihmoj edhe me mira qytetarë të tjerë që kanë pas probleme të ngjashme. Jo, dhe unë jem keq për këtë, se e pata unë këtë mundësi. Por pata thënë publikisht këtë nuk rria. Të falenderoj, gjithsesi le ta quajmë abuzim i bardh sepse ka qenë pa përfitim personal. Jo, unë kam jo se thashë. Jo, nga ana ime kam vjen, nga ana juaj. Bashkëria ime lodhur, kisha ardhur nga puna, do të shtatzan, do të barku kur i thonte goja është një shprehje në atë kohë se e mban mend, mbaj mend kohën, siç thash, nuk e mbaj mend rastin. Por në atë kohë ishte në fakt e frikshme, sepse është e vërtetë që Tirana ishte me orë të tëra pa drita, lërmën pastaj rrethet. Edhe ishte
ishte le të themi kur më përsipër atë lloj pozicioni në atë lloj momenti, se për mendimin tim gjithmonë çdo institucion ka probleme, gjëra që duhen zgjidhur, po në atë kohë ishte tjetër lloj stresi, tjetër lloj problematike. Kemi harruar. Po, i kemi harruar. Kemi harruar. E kuptova, i kemi harruar. Por në atë kohë ishte shumë e rëndë kur ti e dije që njerëzit qytetarët kishin drejt merrnin shërbimin dhe ti s'kishe mundësi t'ia jepi ashtu siç duhet. Tani unë them dy herë më njohje për këtë gjën time personale, por edhe më njohje për punën që bëre, sepse bëre të mundur që nga këto siklete kolektive që s'kishim drita, ne mbas shumë pak kohësh ne u bëm me drita 24 orë dhe për këtë me të vërtetë falenderoj. Të falenderoj edhe unë edhe shpresoj që ta dinë të tjerë, ta dinë ata që duhet ta dinë. Ta dinë të tjerët. Shpresoj që institucionet vazhdojnë të bëjnë një punë më të mirë dhe më të ndershme në rregullimin e shërbimit. Gjeq Bojaxhi, tani vinte kjo gjë jote e madhe, se ti rri ca vite? Më fal edhe një gjë. Everestin, unë nuk jam shqiptar i vetëm, jemi disa që i parë. Jam te grupi i parë, jam drejtuesi i grupit parë shqiptar që ngjiti Everestin për 2012, por nuk jam i vetmi, kemi qenë edhe të tjerë bashkë. Do të pyes çikun fund se vazhdojmë me këtë se e nisa. Jo thjesht për korrigjim që se nuk e kam vetëm meritën për ta ndarë meritën edhe me të tjerë. E di shumë mirë që je modest. Tani, vim te ky studimi, domethënë që ti ke bërë. Kjo është e jashtëzakonshme, domethënë. E para njerë, që është ky studim? E para njerë çpate njerë, kishe mirë. Po shumica e njerëzve mendojnë që unë jam inxhinier, në fakt unë në universitetin e kam mbaruar për histori dhe filozofi. Masterin e kam për ekonomi politike. Kështu që historia është pasion im shumë i vjetër. Kjo është e parë. Ke dhënë mësimin, ke qenë mësues? Jo, nuk kam qenë mësues, po shkolla që kam bërë në Amerikë është një shkollë shumë E ke bërë në Amerikë shumë për histori? Universitetin dhe masterin, po. Të dy e kam bërë. Ke bërë histori Shqipëria, ti ke bërë histori Amerike? Unë gjimnazin kam mbaruar në Shqipëri. Vetëm gjimnazin? Po, pastaj jam larguar në 91-shin. Okej, dhe jo çpaten kuptimi që se ky është një studim shkencor, nuk është një ti bëre një. Po, duke qenë se votuesit shqiptar kanë gjykuar që unë nuk plotësoj kriteret për të kontribuar në mënyrë më aktive në politikën shqiptare. Efekt. Jo, nuk e them me të keq, unë po e them fakt. Mua nuk më rrihet pa bërë diçka, gjithmonë domthon siç janë edhe njerëzit janë si qenë, sa qenë rrintojë vatra dhe nuk lëvizin, sa qenë duan një punë që t'i japësh, të lëvizin, të shkojnë të kapin diçka, të hidhen, të ruajnë. Edhe unë jam nga ata që duhet patjetër të bëjnë diçka. Dhe kam disa vite që Sa vjet mori kjo? Artikulli ka 2-3 vjet që punohet, por projekti që s'është më i gjerë, mund të flasim çika për projektin, ka rreth 7-8 vjet. 7-8 vjet. Tani quhet i përfunduar, ka mbaruar? Studimi po, kurse projekti vazhdon sepse ti mund gjithmonë po sa më e madhe ti databaza e popullatës, aq më shumë detaje dalin. Tani, më thuaj konkluzionin që ta nisim me këtë një, domethënë çka ka dalë me këtë studimin tënd? Atëherë, artikulli, studimi është publikuar në revistën Nature Human Behavior. Është një nga revistat prestigjioze, më prestigjioze në botë shkencore. Artikulli ka kaluar oponent shkencore të revistës, domethënë nuk është nga këto revistat që ti shkon i pagun 500 euro që të bëj një publikim tënd. Është nga niveli më të lartë të shkencës në botë. Në Amerikë. Jo në Amerikë, në botë, është ndërkombëtare. Ku është kjo? Në Amerikë. Nuk e di ku e kanë qendrën. International. Po international, mund të jenë në ashtu se nuk janë përqendruar ku e kanë qendrën administrative, po është revistë ndërkombëtare. Shkencore ndërkombëtare. Bashkautorët e artikullit janë njerëz me emër në fusha të ndryshme. Ata që ishin aty. Lutem, ja ky është studimi, lutem regjia. Ja. Mund të lexojmë emrat një nga një? Leonidas është në Oxford, është Leonidas Romanos akademik, është në origjinë është grek, me origjinë të largët arvanitase, por artikullin i ka shkruar si profesionist, nuk ka të bëjë faktin që është arvanitas me origjinë. Thjesht ai e ka kuptuar mbas ka bërë vetë analizën për veten e vet që është me origjinë arvanitase. Alban Lauka? Alban Lauka është bashkëdrejtuesi i projektit Rënjët bashkë me mua. Aristodemu është kuptohet nga emri nga Greqia. Zoltani është super geneticist nga Hungaria, është ekspert i genetikës dhe punon një nga laboratoret më të mirë në Europë. Gjeq Bojaxhi, si prezantohesh ti? Unë jam studius i lirë, Ardian Muaj është albanolog, punon të Instituti Albanologjisë, Ilia Mikerezi është geneticist. Ilia Mikerezi, geneticist. Po, Davidi është polak, është prap geneticist. Vesolovski? Po, dhe Brian Joseph është një nga gjuhëtarët më të njohur në botë në lidhje me gjuhën ballkanike shqipe, është në Amerikë. Po është ekspert i gjuhës shqipe, është Aleksandros Heraklides. Edhe ai gjithashtu nga Greqia. Do të paske 1, 2, 3 grek, 4 shqiptar, 1 polak, 1 amerikan, 1 hungarez. 3 grek. Po. Sa shqiptar? 4 shqiptar. 4 shqiptar.
Një polak, një hungarez, një amerikan. Një polak, një hungarez, një amerikan. Po nuk është çështje për të thënë që Do ka nga gjithsej shumë jeni sa i bie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bashkëautorë. 10 bashkëautorë. Po. Nuk është çështja që janë nga vende ndryshme dhe për kjo jep legjitimitet. Jo, pyetja ime është pse këta? Sepse këta secili janë ekspert në fusha të ndryshme të cilat për të bërë artikullin të kompletuar. Kush e zgjodhi këta? Kush e zgjodhi kë? Këta nënt. Jemi lidhur me njëri tjetrin, duke ditur se cili ka një vlerë të shtuar që i shton diçka një artikulli të tillë. Po. Për shembull, ne që jemi Alban Lauka dhe Gjergj Bojaxhi, që jemi bashkëdrejtues të projektit Rënjët, neve drejtojmë databazën më të madhe të popullatës shqiptare, se kemi 7-8 vjet që mbledhim dhënat më të plota për kush janë shqiptarët me teste.